Vajza ka qenë njëra ndër arsyet kryesore që mu më ka nalë edhe më ka shti me menu që qysh dëna me reflektu unë si prind që nesrit ajo kur të rritët e aje të kuptu Po më do këtë sa dje këthi verzioni old school Fero. Ti më këthejve verzioni Fero. Besoj që u konë njëra ndër arsyet vajza që unë e kom pas menim për me ndryshu edhe e kom arrit për me ndryshu, po njëra ndër, mona me thonë, bilem shkakët kryesore, cilat mu më kam bo me menu, mu ndalë edhe mi janis procesit ndryshimit o konë vajza, pa dyshim. A i ki këndu Ninës Ninulla? Ninulla, nuk i këm këndu Ninës Ninulla, ma shumë kom lujt me ta. Na i herë kur sura tu gjatë natës, as ki pas në moment kur tu ka desh me a rikëthy gjumin, mi këndu diçka? Faj në përfolmi na për që jena, do me thonë, prinde këti shekullit, na i ratojmë fëmijët me telefon. Nashtë edhe ty të vjen mi ratu fëmijët me telefon. Kejt i ratojmë fëmijët me telefon, fatkeqësisht. Jo, në mja, jo, fëmijëve të mi telefon s'ka gjumë, kështu që te unë në shtëpi ka regula ndomë gjumit pa telefon. Vazhdoj natën e mirë edhe kaq. Pa telefon të rrinë. Pa telefon. Të rrinë fëmijët pa telefon. Bravo. Nuk e di që shiko fëmijët gjumi me telefon, se me telefon ata kanë më këfill me shiku ma shumë telefonin. Sakt. Ty halal të koftë. Halal të koftë. Se di që shbja bëjshë. Do t'jap këshilla nga aspekti më mësis, shka mund është mi ndimu Ninës që ajo me kuptu procesin e gjumit. Po s'jemi këtu për këtë arsye.